Nën, si se sheh dhe vetë, kjo është Sika e El Tigrit, ish kampionit Kosovës, 2020-2022. Është një në kudrat me gjakun më të postë dhe me rodin më të fort. Ka mujt klysh për i kësaj është herkulje dhe fjolla, që janë direkt për i kalushit. Kam zedë një sifë që është i pa poma, dhe ata që i kanë ble, i kanë në përshpijat e tyne, kanë rrit luana. Ndes të pastërtia e gjakut, ndes të pastërtia e rodit dhe e genetikës të racës shabët. Ashtë fat jo vetëm për mu, pa është fat për të gjithë shqiptarët, se kena një lloj race të tillë, që na bën me qenë krenar, që na bën me qenë shumë mirë njohës ndaj burrave, ndaj atyne burrave që kanë dhënë kontributin e madh për rujtjen dhe për pastërtinë e kësaj race. Unë mundem me përmend disa sportista, por mund të harroj edhe shumë tjerë. Një ndër ata sportista që unë e kam shumë për zemër është mësuesi, si thënë në, Armend Kokollari, i cili është edhe brezi edhe mosha eme. Ndërsa për burra që kanë dhënë kontribut fuqishëm, kjo është e bia. Ndërsa burra që kanë dhënë kontribut fuqishëm dhe sportistat më dhe janë si Sadik Çupeva, si Baci Ish Kryshveci, si Caca. Një muri kampion është si Baci Shaip Mujota, si Baci Njazi Kabashi, si Baci Koli Krush Smave. Ka shumë njerëz të cilët kanë dhënë kontribut për rujtjen dhe marrështimin e kësaj race. Dhe që i rastin edhe i falenderoj të gjithë, sepse unë me emra tesh edhe mundem me harru, por të gjithë sportistat, të gjithë maraklit, të gjithë ku janë gjithë trojet shqiptare, jo vetëm Kosovës, po të Tetos, Macedonisë, Malit Zi, Preshesë, Podujevës, kudo ku janë trojet shqiptare.